Çmimi Bitcoin u rrit ndjeshëm duke ju afruar nivelit të rekord, ndërsa mbyllja e qeverisë amerikane ka hyrë në ditën e tretë. Investitorët po i drejtojnë gjithnjë më shumë kriptomonedhës më të famshme në botë si një strehë e sigurt mes pasigurisë politike në SBA. Kriptomonedha më e vjetër në botë u tregtua me $123.874, me një rritje rreth 2% brenda një dite. Kjo e vendos Bitcoin vetëm 1% poshtë nivelit të tij të lartë historik, prej pak mbi $124.000 në mesin e gushtit. Kriptomonedha ka patur një rritje mbreslënse prej 12% vetëm këtë javë. Rritja e kërkesës për asete decentralizuar erdhi pas ligjvënësit amerikan nuk arritën të arrinin një marrëveshje për financimin federal, duke detyruar qeverinë amerikane të mbyllej të mërkurën. Mbyllja është e rëndësishme këtë herë, tha Geoff Kendrick i Standard Chartered Bank. Analistët në Standard Chartered Bank presin që Bitcoin të arrijë një nivel të ri së shpejti i ndjekur nga $135.000. Në tregje si ari ashtu edhe aksionet po rriten. Tregtarët po drejtohen drejt aseteve të tjera ndërsa kërkojnë mbrojtje nga tensionet politike dhe ekonomike në rritje. Ari u ngjit me 0.5% në $3.876.55 për oncë, duke shënuar një rritje prej më shumë se 2% këtë javë. Pavarësisht pasigurive gjeopolitike, disa para u investuan edhe në aksionet të premten. Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq regjistruan gjithashtu fitime prej 0.5% dhe 0.27% përkatësisht.